Zëdhënësi antikorrupsion në Partinë Demokratike Genda Vangjeli ka denoncuar një rast të shkeljes së ligjit në Bashkinë e Tropojës. Në një deklaratë për mediat, Vangjeli tha se në shkelje të vendimit të KPP ka vijuar procedurat e prokurimit dhe ka urdhëruar për herë të tretë rivlerësimin për ndërtimin e rrugës Autokika G, Dragobi Qafpaj. Partia Demokratike denoncon dhe një herë tjetër skandalet e njëpasqyrshme që vazhdojnë në Bashkinë Tropoj, ku për herë të tretë po sfidohet hapur ligji dhe vendimarrja e institucioneve të pavarura të shtetit. Në datën 15 tetor, Komisioni i Prokurimit Publik ka marrë vendimin e tij për herë të tretë lidhur me tenderin me objekt ndërtimi i rrugës Autokika Dragobic Qafpaj, duke përcaktuar qartë të mos lejojë autoritetin kontraktor Bashkia Tropoj për vijimin e hapave të mëtejshme të procedurës dhe të urdhëroi për të tretën herë rivlerësimin e saj sipas vendimarrjes së këtij komisioni në datën 3 shtator. Megjithatë, pavarësisht i vendimit të tretë të KPP, Bashkia Tropoj ka vijuar të veprojë me të njëjtin standard, madje ka kërkuar nga gjykata marrjen e masës së sigurimit padis. Gjykata administrative e apelit në datën 3 nëntor ka refuzuar kërkesën e kësaj bashkie. Shkeljet e ligjit në këtë bashki nuk janë të reja. Kujtojmë se zonja Zyra Islamaj u komanduan kryet institucionit në fund vitit kaluar, pas arrestimit kryebashkiakut Rexh Byberi.